Blokohemi në procedura, blokohemi në birokraci, i kujtë fidoni. Gjermano fidoni. Do me thonë, edhe këto nuk e bujmë. Kosova, total, asete në dispozicion, pare në dispozicion, i ka sëd, 16.1 miliard euro. 16.1 miliard. Prej cilave, mundëmi mirë 2.5 miliard mirë i aloku. Mi thith pare të reja, mi shtinë ekonomi. Ndreqim rrymën, ndreqim turizmin, ndërtojna kapacitete serioze industriale, ndërtojna kapacitet serios për eksport, inimojna sektorit IT-s, ICT-s, dhe në fund këtë këti muhabeti, na të projnë edhe do pare, me hekat qenin të palë para klinikës universitare, na animojnë me digitalizu këtë sistemin arsimor, na animojnë me u këthy shkollës pe fillimit edhe me thonë, qysh ndërtojna një kuadër, i cili me tregun cilin po dojna na me ndërtu këtu, edhe në fund krejt këti muhabeti, pyetja jame është për 6 vjetë një projekt ama. Një. Tjetra. Mu bo palë dërdan. Jo, së është ideja mu bo palë. Po flasim, po spjegojmë numrat që janë, për mos mu keq kuptu se ka shumë profesionista që mundën me në ndigju. Edhe ata mundën me thonë Dardani po full kështu numrat gjonë. Për mos me u dok që jëmë kështu e para. Në asë një moment nuk po thëmë që i paret e trusit duhet më këthy ketë në Kosovë. Ta man puna. Nuk duhet. Duhet me diversifiku mjetet. Duhet me pas mjetet edhe jashtë. Po ky vend, me këtë qeveri su konë gjendje një instrument tri mi adhon trustit për me investu në Kosovë për 6 vjetë. Veç në bënët qeveritare. Bënët qeveritare i merë pare qeveria edhe dhe depozita bankare, bankat i marin dhe blenë trustit dhe depozita bankare, dhe 3.5 miliard, prej 4.2 miliardve jesin jashtë. Do me thonë, shteti nuk u konë gjendje për 6 vjetë, një projekt serios, mi adhon trustit, mi thonë, që ku i ki mjetin, projektin edhe mundësin me investu tin në Kosovë. Jo krejt paret, se neve me ne e pru 3 miliard, na s'kem qa bujme tu. Se s'kem ekonomina për 3 miliard. Na qëto 2.5 që po thëmë që i kena në dispozicion, sot mi shtin lojës, dhja kem ku i shtim. Se bashkimi evropian për na thët, pi 800 milionve që i kometi dhonë, une veç 35% ki projekte. Veç 35, veç dikon 250 dhe 280 milion ki mundësi ti mi shti dikon lojë. Se s'ki menu për projekte. Nuk ki menu për projekte, edhe ndëgjova kryeministrin sot për termocentralin në Vlorë. A një me tha nuk pe pranë jem... A di që e bje kjo? Kemi në altë si pjesë e veçantë, mësë mi përzi numra të kjo pjesë, nuk përdu me folë për politika balkanike ditore, Dardan. Po du me pas me shumë shësni kërkimin ambicjes. Problemi është që për 6 vjetë, Republika Kosovës nuk ka qenë gjendje me ndërtu asë një instrument vendor i cili ndihmon industrializimin, zhvillimin ekonomik të i veni. Dhe unë t'i kallëzova 4 tema, sot që të nejt me ty, të cilat bohën pa asë një problem. Pa asë një problem. Ti e ki strategjinë e energjisë. Bëne. Krye. Veç investoj, lejnë letë investoj në sektori privat, mësë investoj t'i kur gjeqë. Se tu të shme investu, mësë pahiri për del në hajdu t'lak. Tu të shme investu. Qelja derë në sektorit privat. Qelja derë në sektorit privat. Me ka në shtaj? Ta shkjo një problem tjetër, sepse na jena qëto, qërshia qëto. Tjera s'ka. As nuk kanë mu bo, as nuk kanë me pas mundësi mu bo, nëse te i thu njerëzve investoni jashtë venit. Që një numër që i dhajmë shumë, vitin 2025, 400 milion euro të bizneseve të Kosovës jënë shku në Shqipni. 400 milion euro fidan jënë shku në Shqipni. Të bizneseve të Kosovës, jënë dalë edhe paret e bizneseve për këti veni. Pse? Që a thot biznesi? Biznesi thot nëse shteti për kitë pareve që i ka, 75% për qënë veç në paga, në vitra, në subvencione, e veç 25% në investime kapitale, a i thot, pse unë me investu? Shkaj dikon, ku parja em ka kuptim. Sa i punëm për fitim. Tardan, sa kish me ndiku krejt qëto që i përmene, a i përfëndove me numra edhe me statistika me krasime. Tardan, në kërkim të ambicjes, tregom sa këshë me ndiku sto 2.5 miliard euro, ose sto 4 pjesë të industri cilat i përmene, në pasurimin në qytetarit, mirëqenjën në qytetarit. Jena lodhë të më thonë, të dojla e tonë 2 miliard, 3 miliard buxheti, deri sa qytetari është njëjtë, inflacioni 8.5%. Dardan,
Tregom 6% e ki pas inflacionin para. Trego mu edhe njerëzve, edhe zënëratës të re, edhe djallit e mgegës, jo s'duna këshyzëm, ka vetë që djallit kur ka medalë dhe dëmon, po flasim për një zënëratë e cileja, dëmon nuk ka shpresën këtë vend. Ju një vetë prind, unë e tjena me s'ka një fëmi, e dim sa vështirë është me rritë fëmin prej këti momenti për me përgati medalë në Evropë. Dardan, për ju flasim zënëratave të reja, aty në zënëratave që janë pangarkes, aty në zënëratave që nuk e kanë lidhjen emocionale me mu edhe me ty që kemi pritut në veteve, që kretë që ka jetojnë asot është hedije, e konsiderojmë si hedije që jemi gjallë. Tregom, qysh mujna me bo që të shësni, që ta njerës që jetojnë këtë ven, me u pasunu, se o kërkryu narrativa i pasin një hajdut,